Kam shkruar SMS që më thonë kemi nevojë më ullë me diskutu që problem. Nuk ka këthy përgjigje, njerë jo, po 2 herë kam shkruar SMS, mund t'i kem dikun. Jeta, ne kemi fillu me bo një marrëveshje ndërkomunale për gjitha këto çështje. Mirë po kryetari Rama, njërë të njanshme do më morë veprime ndaj kompanive, në veçanti ndaj kompanive që vinë nga Llapi, dhe ju e dini sa problemet i shkaktoj, pa pas asë një nevoj, sepse qëta autobus, tash e sa 60 vite, 70 vite e kanë pas xhamin e Llapit, të më thonë vend ku kanë marrë edhe kanë lënë udhëtarët. Dhe nuk kanë probleme që ka shkaktuar të lashe shumë të mëdha ai stacioni autobusëve të xhamia e Llapit. Dhe ju shifni sot në çfarë gjendje i ka lënë udhëtarët ato, këta ata udhëtar rrezikohen në rrugë kryesore, domthonë duke hyrë dhe duke dalë nga autobuset ndërurban. Kështu që u mendoj që nuk ka bo zgjidhje. Ne kemi kërku disa herë më ullë, me bisedue për me gjetë një zgjidhje fatlume për të gjithë. Dhe unë mendoj që rruga që kish kalu stacioni xhamia e Llapit Murue dhe më fut kahlumin, bilom dhe më thonë, edhe me dalë poshtë atje, nuk ka qenë as farë pengese. Takosh, kur keni pas qëtë krizë, jeni taku me përparim Ramën, a ju s'takoni heq? Dëgjëm, unë kam insistu 2-3 herënash me kontaktu me to dhe ajnë nuk ka pas gatishmëri sepse ka dash me ullë nivelin e dialogut në nivel të zyrtarëve, madjas të drejtorave nuk e ka zhvilluar dialogun, për në nivel zyrtarëve. Prandaj unë me nivel zyrtarëve s'kam qa me diskutue, kam prit që do të kërkon më ullë me zhjellë këtë problem. Jo, nuk më ka refuzu, unë i kam shkruar SMS që më thonë kemi nevojë më ullë me diskutu që problem. Nuk ka këthy përgjigje, njerë jo, po 2 herë kam shkruar SMS, mund t'i kem dikun, kam kërkuar që t'ulmi edhe ta diskutojmë këtë çështje që mos krijohen të lashe, sepse s'është... Mandej, a keni komuniku me te mas që aty nesër? Jo, nuk kam komunikue, për arsye se ai, sipas gjitha gjasa, dënë me majtë një farë nati gjuajse për qitë kompaninë regionale pastrimi, që nuk u konë zgjedhë problemet, sepse forma qysh o bo, se nëse një kompani regionale, çfarë është pastrimi, ti jaman 2 milion ose 2 milion gjys budget, borgj, edhe nuk ja pagun borgjin, qysh ka me funksionu aja kompani? Qysh funksioni kompani regionale që është për shembull mrena borgjit 2 milion... Fondi ja pagujti? Po, që ka pagu edhe tash është 2 milion e diçka është borgj. Unë para disa ditësh kontaktova në telefon me drejtorin aktual të kësaj kompanie, thot përmbaruesi thot i ka krye krejt procedurat, thot po mjetët thot nuk po na lëshojnë, thot edhe po rrezikohena prap për naftë. Në s'kam naftë mjaftueshëm për automjete për me mujtë. Përderisa unë jap kamion tamin personal, që është dhonë në interes të komunës. A jep nafti? Nëse metin pa naftë, çka bën ti? Që unë mbeturinat nuk më i lo. Unë fatmirësisht e kam krijuar ndërmarrjen lokale, Ekollapi, në rastet caktuara kur kam të lashe shumë të mund të aktivizoj edhe ato shtesë me punë, por na nuk guxojmë ta lëmë mbeturinat të mbushet qyteti mbeturina dhe fshatrat mbeturina. Pavarësisht po them që kjo kompani ka shumë makineri, shumë teknologji, shumë pak teknologji kemi pas na si komunë në raport me Prishtinën. Prishtina komplet teknologjinë kryesore është në Prishtinë e koncentruar. Dhe na si komuna shpesh herë vujmë, po thëmë ndoshta edhe për një pjesë shumë vogël të makinerive, makinat tona mbesin të pa vëna në funksion atje për shkak të neglizhenca ndryshme ose për shkak mungesës së mjeteve financiare që mund t'i ketë kompania dhe nuk ka mundësi për me qute të këta automekanik të ndryshme për me mujtë me rregullu makinerinë.